Thot pejgamberi sa pra, as-salatu nur, namazi nur, dritë. Mirë për sabrin s'po thotë kështu. Po thotë as-sabru dia, sabri është shkëlqim. Ku dallimi? Dallimin e gjojna në Kur'an. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun, namazi është nur, dritë. As-sadaqatu burhanun, sadakaja është argument. Was-sabru diyaun, as-sabri durimi është shkëlqim. Për namazin tha nur, a për durimin po thotë është diyaun, shkëlqim. Ku është dallimi? Fillimisht pejgamberi sa po thotë që namazi është nur që ja ndriçon fytyrën njeriu. Andaj edhe në hadithet të thotë pejgamberi sa namazi është nur që ndriçon fytyrën e njeriu edhe në varr edhe në ditën e Kiametit. Andaj është pyet Hasan el-Basri, Allahu mëshiroft, ka thonë pse ata njerëz që falin namaz natë e kanë fytyrën e ndriçuar. Thotë Hasan el-Basri, Allahu mëshiroft, thotë për shkak se ata janë vetmuar me Zotin në errësirë e Allahu i ka dhënë diçka pi nurit të tij. Edhe ai nur reflekton në fytyrën e tyre. Thotë pejgamberi sa pra, as-salatu nurun, namazi nur, dritë. Mirë për sabrin s'po thotë kështu. Po thotë as-sabru diyaun, sabri është shkëlqim. Ku dallimi? Dallimin e gjojna në Kur'an. Thotë Allahu i lartësuar për hanën edhe për diellin. Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'a wal-qamara nura. Thotë është ai që diellin e ka bë të shkëlqyer, e ka bë diellin pra shëndritës që shkëlqen, ndërsa hanën e ka bë nur, dritë. A pejgamberi sa thotë namazi është nur, sikur drita e hanës që ndriçon në errësirë, është dritë e ftohtë, është dritë që fitohet kollaj, pa mund. Ama sabri po thotë është diyaun, për sabër goxha duhet me të djeg shpirtin e herë. Se dielli është i nxehtë. Goxha duhet me të munu një herë, goxha është i zorshëm. Sabri thash diyaun, shkëlqim, nuk ka nur i ftohtë sikur se është nuri edhe drita e hanës. Që sabri ndihet. Andaj thotë edhe Aliu, Allahu mëshiroft, thotë pija ma hidhur në dunja është sabri. Shumë i hidhur është, shumë pije e zërshme është, ama thotë frytet i ka të ëmbla. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thotë sabri është një lloj shkëlqimi që njeriu e ndjen, e ka sikletin për brenda, mirë po duron për hir të Zotit. Tani shpërblimi jetë në dorën e Allahut.